Shumë njerëz mendojnë se sëmundja e veshkave fillon me dhimbje të forta. Por, në shumicën e rasteve, nuk fillon ashtu. Fillon me diçka shumë të zakonshme. Një analizë, një normë pak e lartë, një matje tensioni rastësisht, dhe një fjali që do të ndryshojë përgjithmonë mendimet. Duhet të kontrollojmë veshkat. Kjo është historia e një pacienti. Një histori, si shumë të tjera. Ai ishte rreth 45 vjeç, punonte, jetonte normalisht, nuk kishte dhimbje të forta, vetëm lodhje. Lodhje që e mendonte nga puna, nga stresi, nga jeta e përditshme. Një ditë bëri analiza rutinë. Asgjë serioze. Thjesht kontroll. Por një vlerë ishte pak më e lartë. Kreatinina. Mjeku i tha, duhet të bëjmë disa kontrolle për veshkat. Në atë moment, filloi ankthi. Pas shumë analizave të tjera, erdhi fjalia që askush nuk dëshiron ta dëgjojë. Kemi të bëjmë me sëmundje kronike të veshkave. Ai tha se në atë moment nuk dëgjoi asnjë gjë tjetër, vetëm atë fjali. Filluan pyetjet në mendje, çfarë do të ndodh tani? A do të përkeqësohem? A do më duhet dializë? A do mund të jetoj normalisht? Frika ishte më e madhe se sëmundja. Pas diagnozës, gjithçka ndryshon. Ai filloi të shikojë ushqimin ndryshe. Çdo pjatë u bë me një pikë pyetje. A mund ta ha këtë? A është e dëmshme për veshkat? Sa krip duhet të ha? Filloi të marri informacione. Filloi të kontrolloj tensionin. Filloi të bëj analiza më shpesh dhe mbi të gjitha, filloi të ketë frikë. Filloi të ketë frikë nga e ardhmja. Netët u bën më të vështira, pa gjumë, mendime pa fund se çfarë do ta priste të nesërmen. Kërkonte në internet më shumë informacione. Kishte dëgjuar histori që e tremnin. Fjala dializë, që i kishte përmendur mjeku, dhe pse i dukej si diçka shumë e largët, e tmerronte dhe e bënte të humbte besimin tek vetja dhe tek jeta. Por një moment ndryshoi gjithçka. Ai vendosi të mos jetoj vetëm me frikë. Vendosi të kujdeset për veten. Filloi të ulë kripën, të kontrolloj tensionin çdo javë, të pi ujë sipas këshillave të mjekut, të ndjekë dietë në mënyrë të rregullt dhe më e rëndësishmja, të informohet për ta kuptuar trupin e vet. Filloi të mësonte se çfarë i bënte mirë dhe çfarë i bënte keq. Të mos i ignoronte më sinjalet që i jepte trupi. Dhe pak nga pak, gjërat nisën të ndryshojnë. Jo me njerë, jo ndonjë mrekulli, por gradualisht. Ai filloi të ndihej më në kontroll të trupit. Jo i shëruar plotësisht, por i vetëdijshëm. Dhe kjo e bëri diferencën. Sepse ndonjëherë
Ndryshimi nuk fillon kur zhduket sëmundja. Fillon kur ndryshon mënyrën si e përballon. Kur nuk e sheh më veten si viktim, por si dikush që ka ende zgjidhje. Sot, disa vite më vonë, ai jeton, punon, bën ecje çdo ditë, kujdeset për veten. Sëmundja nuk është zhdukur, por nuk është përkeqësuar siç ai kishte frikë. Sepse e zbuloi herët, sepse ndryshoi stilin e jetesës, sepse nuk e injoroi. Shumë njerëz mendojnë se sëmundja e veshkave është të fundi. Por shpesh është një alarm, një sinjal që trupi kërkon kujdes. Nëse zbulohet herët, shumë gjëra mund të bëhen. 3 gjërat më të rëndësishme janë: 1. Kontrolli i dietës. Mos e tepro me kripën, mos bëj dieta ekstreme, mos merr suplemente pa u konsultuar me mjekun. Ushqimi ndikon direkt në veshka. 2. Kontrolli i tensionit. Tensioni i lartë është armiku më i madh i veshkave. Edhe nëse nuk ndjen asgjë, matja e rregullt mund të bëjë diferencë të madhe. Dhe 3. Analizat. Kreatinina, analizat e urinës, kontrolle proteinike, sepse sëmundja e veshkave shpesh nuk jep simptoma në fillim dhe kjo e bën të rrezikshme. Kjo histori nuk është vetëm e një personi. Është historia e shumë njerëzve që e zbuluan sëmundjen e veshkave fare rastësisht. Dhe një prej atyre personave jam edhe unë. Dhe një gjë është e sigurt. Sa më herët ta kuptojmë, aq më shumë mundësi kemi që ta mbrojmë veshkën. Mos i neglizhoni analizat, mos e injoroni lodhjen, mos prisni simptoma, kujdesuni për veten gjatë gjithë kohës. Nëse njihni dikë që ka frikë nga sëmundja e veshkave, ndajeni këtë video me ta. Sepse ndonjëherë informacioni i duhur në kohën e duhur mund të ndryshojë gjithçka. Sa prej jush e kanë kaluar këtë fazën? Ju pres në komente. Shihemi në videon tjetër. Mirupafshim!